Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar janë vënë në fokus gjatë një vizite të një delegacioni italian në qytetin e Lezhës. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit Sitokës Templus Spiritus Sitokës, një iniciativë që synon të krijojë ura komunikimi mes komuniteteve dhe të sjellë më pranë kulturat e dy vendeve. Përmes këtij projekti Lezhë synon të prezantojë më gjërësisht vlerat e saj historike dhe kulturore, duke i kthyer ato në një pikë referimi për bashkëpunime të reja me partnerë europian, veçanërisht me Italinë. Përfaqësues të institucioneve vendore theksuan se nisma të tilla jo vetëm rrisin vizibilitetin e qytetit në arenën ndërkombëtare, por krijojnë edhe mundësi konkrete për projekte të përbashkëta në të ardhmen. Sot në Bashkinë e Lezhës mirëpritem një delegacion prej 10 personave nga Italia, të cilët kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë dhe Lezhën kryesisht në kuadër të projektit të Sitokës. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet programit të qervit dhe zbatohet nga Bashkia e Lezhë dhe Aurive, një kooperativë sociale në Itali. Bashkërisht ne organizojmë këto evente të cilët synojnë ndërlidhjen e kulturës së Shqipërisë, Lezhës dhe asaj të Italisë. Gjatë këtyre 3 ditëve ata do mësojnë më tepër rreth qytetit tonë, trashëgimisë tonë kulturore, traditave, zakoneve, dhe do të vizitojnë disa prej resurseve kryesore që ne kemi këtu në Lezhë, duke përfshirë dhe të gjithë zonën e Fishtës. Bashkia e Lezhë kushton një rëndësi të veçantë projekteve në kuadër të Bashkimit Evropian, thirrjeve të huaja, dhe jo më këtë është një nga bashkitë me numrin më të lartë të projekteve të fituara dhe numrin më të lartë të projekteve të zbatuara me sukses. Vizita e delegacionit italian shihet si një hap konkret drejt zgjerimit marrëdhënieve mes dy vendeve, duke nxitur shkëmbimin e eksperiencave dhe zhvillimin e iniciativave që ndikojnë drejt për drejt në komunitet. Autoritetet lokale nënvizojnë se përfshirja në projekte ndërkombëtare mbetet një ndër prioritetet kryesore për zhvillimin ekonomik, kulturor dhe integrimin evropian të zonës.